për fëmijët. Po disa herë edhe gomat më kanë shpu prej këtyne armaturave që i kanë lënë jashtë. Shumë i mirë, po ka edhe të lashë edhe probleme se ata krijojnë nga tresa me neve. Po absolut, sepse janë shumë të vrazhd, to çka të intereson ty në gjuj ku du. Për momentin është shumë problematike, se po edhin betorina shumë. Edhe kanë erë blokuar krejt e bakalushme. Sa herë kaloni këni? Po, kalojmë shpesh se që kem një trull që kem po shtëpiat, e na bjen me qarkullu shpesh çdo ditë pas disa herë. Po, është e rrezikshme ndoshta edhe për veturat edhe për fëmijët. Po disa herë edhe gomat më kanë shpu prej këtyne armaturave që i kanë lënë jashtë, këto hekrat. Më kanë shpu gomat disa herë, po çka kena me bo. Na po presëm pa durim, inshallah bëhet sa më shpejt, rregullohet se me të vërtetë është e rëndë për neve. Kjo gjendje është të paktën prej kur është ndërtu kolektori, njëjti është lënë gjystë dhe u lënë mëshirën e kuhes edhe të mutit, edhe qytetarët e Pantaxheshëm kanë shfrytzuar situatën që në këto pjesë të hodhin betorina dhe të krijojnë deponi ilegale, duke krijuar probleme dhe shqetësime të vazhdueshme permanente çdo ditë për banorët që kalojmë në këtë pjesë. Kjo merret edhe si neglizhencë Kuvendi Komunal Prishtinës, që investimin e vetë kolektori milionësh e kanë lënë mëshirën e fatit, ai veç ka filluar edhe të prishet, dalin edhe armatura që nuk dojnë edhe shumë kohë, që kjo beton të shtjerët në tërësi dhe të kaluhet edhe direkt në kolektor dhe në ujë, edhe të humbet edhe investimi milionësh, mirë po edhe shqetësimi dhe problemi që kena me betorina në vazhdimsi. Është edhe rrezikshme edhe mundimshme edhe e irritueshme për me pa dhe për me kalu kënena. Kjo është kolektori është i gjanë dikon rreth 12 metra, tash prej betorinave është ngushtuar gati në 4 metra që mezi kalojnë 2 vetura. Kemi bën kërkesa me shkrem për me pastru, kemi bën kërkesa publike, kemi bën misione publike, thirrje publike, mirë po Kuvendi Komunal si duket ka prioritete tjera dhe nuk merret vetëm me qendrën atje, duke menduar që Prishtina është vetëm në sheshin Gjergjbosh dhe pjesë tjera të Prishtinës kanë mbetë shkret pa asnjë investim dhe nuk kanë një dorën e pushtetit komunal fare. Na jem të pafuqishëm në raport me persona që hudhin betorina, sepse nuk kemi s'kemi kapacitete as policore, as inspektorit sanitar, kështu që na mundohemi me lajmëru këto raste kur i shohmi, mundohemi me largu personat kur i shohmi, mirë po ka edhe të lashë edhe probleme se ata krijojnë nga tresa me neve. Nga tresa? Po, absolut, se janë shumë të vrazhd, to çka të intereson ty në gjuj ku du, kështu që është të lashë permanent që e dënë dorën e shtetit, sepse qytetari nuk është i pafuqishëm dhe s'ka kompetencë me i largu këta hodhës në betorinave që krijojnë deponi ilegale në këtë nivel.